Presidentja Vjosa Osmani është mes 19 liderëve të shteteve që një ditë më parë firmosi kartën e bordit të paqes në një ceremoni në Davos, ku protagonist ishte ideatori i kësaj organizate të re, presidenti i SBA-s Donald Trump. Shumë shtete, përfshirë ato kryesore të BE-s, ose kanë refuzuar të jenë pjesë e saj, ose kanë paralemruar të vendosin më vonë, nën arsyen se ajo synon ta relativizojë rolin e OKB-s. Pavarësisht se akti i themelimit ka përbërë lajmin kryesor të ditës dhe është përshëndetur edhe nga kryetarë të partive opozitare në Kosovë, për të nuk ka reaguar as kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe as ministrja në detyrë e punëve të jashtme Donika Gërvalla. Këshilltarja e presidentës Osmani, Donika Kadaj Bujupi, në intervistën për 60 minuta, nuk komentoi heshtjen e Kurtit, por tha se me të kanë qenë në koordinim të plotë. Kemi marrë përkraje të madhe nga opozita, kemi marrë përkraje të madhe nga populli, nga qytetarët, ndërkaq që të gjitha të arriturat e presidentes janë të arritura dhe të qeverisë dhe të kryeministrit Dana Siltas. Andaj do është dashur këtë një reagim, një përshëndetje nga ana qeverisë. Në Davos dhe kanë qenë në koordinim të plot, ashtu siç kanë qenë në të gjitha veprimet e rëndësishme kohëve të fundit. Në lidhje me ecurinë e angazhimit të Kosovës në bordin e paqes e të një vizite eventuale të presidentës Osmani në shtëpinë e bardhë, Kadaj nuk ka pranuar që të ndajë hollësi, duke thënë se sqarimet do të jepen nga vetë Washingtoni. E për obligimet që ka Kosova në këtë mekanizëm, këshilltarja Osmanit ka paralajmëruar se ato pritet të bëhen të ditura në një takim me krerët e partive politike. Shumë shpejt, presidentja do t'i ftoj liderët e të gjitha partive politike për t'i njoftuar për veprimet e metutjeshme, obligimet e cilat do t'i ketë Kosova, dhe njerë po tham nuk ka delegim të sovranitetit dhe nuk ka asnjë kosto financiare në kuptimin e tarifave ose pagesave të ndryshme. Krahas Kosovës, bordit të paqes i janë bashkuar edhe 18 vende si shtete themeluese.